për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është i përmbyllur. Në asnjë reform. Është i përmbyllur. Çka nëse Albin Kurti ja ofron ofertën e juaj që ju të propozoni kandidat për president, është e mundur kjo? Ja, kryeja e punë është më mbledhja e Këshillit Drejtues. Këshilli Drejtues është organ vendimarrës brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Është diskutuar gjëra gjatë kjo temë, është konstatuar që nuk ka pas seriozitet nga partia fituese dhe nga zoti Kurti që venet me dhon president, nuk është trajtuar me korrektësi çështja pozitive e Partisë Demokratike të Kosovës dhe si rezultat i kësaj gjendje dhe këtyre zhvillimeve, Këshilli Drejtues ka votuar një deklaratë politike që një paragraf i saj ka të bëjë me zënën e presidentit dhe thot për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është i përmbyllur. Në asnjë reform. Është i përmbyllur. Atëherë kur presin të mbahen zgjedhjet, për shembull, ushtruese e detyrës është një anëtare e vetëvendosjes Arbulina Argjiu. Presni që ta zbatoj kushtetutën për caktimin e datës apo vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen nga të gjithë. Nganjëherë mundem më na pëlqy, mundem më komentu, po më respektu do të gjithë. Për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë kanë qenë të respektuara dhe të zbatuara vendimet e gjykatës kushtetuese dhe nuk ka rrugë tjetër përveç se me zbatu në tërësi vendimin e gjykatës kushtetuese dhe zgjedhjet të mbohen brenda afateve siç i ka parapo vendimi i gjykatës kushtetuese. Ka ndonjë variant? Zgjedhjet duhet mbohen brenda afateve që i ka dhënë gjykata kushtetuese. Faleminderit.